Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. SPAK mbyll hetimet dhe dërgon për gjykim krerët e disa grupeve kriminale, mes tyre ish deputeti socialist Arben Doka, Ervis Martinaj dhe Durim Bami. Gjykata e Elbasanit lë në burg 29 vjeçarin Nevzat Spaho, akuzohet si i përfshirë në vrasjen e biznesmenit Mondi Mëhalla që u qëllua në makinën e tij. Berisha sulmon komisionerën e zgjerimit pas deklaratës së saj për 11 maj. Kryedemokrati thotë se qëndrimi i Marta Kos nuk është ai i Bashkimit Evropian. Hidhet për diskutim projekt ligji për rregullimin e tregut të kriptomonedhave, sipas ekspertëve Shqipëria është shumë brapa Kosovës në këtë drejtim. Vjojmë gjërësisht, pjesëtarët e disa prej grupeve më të fuqishme kriminale që vepronin në zonat të ndryshme të vendit janë dërguar në gjyq. SPAK ka listuar emrat e 27 të pandeurve, mes të cilëve janë ish deputeti socialist Arben Doka, ish bosi i lojrave të fatit Ervis Martinaj, që rezulton i zhdukur, dhe Durim Bami. Mbi të akuzuarit si drejtues të grupeve kriminale rëndojnë akuzat e porositjes së ekzekutimeve, rrëmbimeve dhe trafikut të drogës. Prokuroria e posaçme kërkon të vërë në bankën e të akuzuarve 27 të pandehur për krime shumë të rënda. Mes tyre bën pjesë ish deputeti socialist Arben Doka në rolin e krijuesit dhe organizuesit të një grupi kriminal që në shënjestër kishte vrasjen e 2 vëllezërve Durim dhe Valter Bami. SPAK ka arritur të zbardhë se në fakt ish deputeti ka bashkëpunuar me disa krerë grupesh të tjerë, siç ishte edhe i shumë kërkuari një herësh i shpallur i zhdukur Ervis Martinaj. Edhe ky i fundit kërkonte ekzekutimin e vëllezërve. Megjithatë, nga ana e tij, i ashtuquajturi bosi i lojrave të fatit, Ervis Martinaj, rezulton si krijues dhe financues i një tjetër grupi kriminal për të siguruar kushtet për vrasjen e 5 personave të tjerë. Mes tyre bën pjesë edhe aleati i tij i dikurshëm, Leonard Duka. Janë organizuar prej qershorit 2020 për vrasjen e shtetasit Durim Bami për shkak të konflikteve që Ervis Martinaj dhe Tori Xhecuka kishin me këtë shtetas. Më datë 4/11/2020, antarët e këtij grupi të strukturuar kriminal kanë tentuar të vrasin me armë zjarri pa leje shtetasit Durim Bami dhe Ervin Kodra në vendin e quajtur Ura e Tapizës, Fushkruj. Ata po udhëtonin me një autovetur Range Rover ngjyrë zezë me targa italiane, ndërsa pasagjer ka qenë djali i hallës së tij, Ervin Kodra. Në njoftimin e gjatë të prokurorisë së posaçme vihet re përplasja e dhunshme e secilit grup në asgjësimin e tjetrit. Edhe Durim Bami është pjesë e listës së personave ndaj të cilëve SPAK kërkon gjykimin. Nga ana e tij, edhe ai drejtuesi një tjetër grupi kriminal akuzohet se ka kërkuar të vrasë pikërisht ish ligjvënësin socialist Arben Doka dhe 2 persona të tjerë, ushtar të Ervis Martinajt. Bami ka bashkëpunuar me Endri Doklen për të kryer vrasjet, ndërsa për të trafikuar drogë ka pasur bashkëpunëtor nga radhët e policisë së shtetit. I pandehuri Durim Bami ka organizuar, drejtuar dhe financuar një grup të strukturuar kriminal të destinuar në kultivimin e bimëve narkotike kanabis sativa në fshatin Nikël, Fushkruj, gjatë periudhës kohore dhjetor 2019 korrik 2020, si edhe në zonën e njësisë administrative Bupq të bashkisë Kruj, si para ashtu edhe gjatë muajit shtator 2020, duke u kujdesur për mbarvajtjen e këtij aktiviteti. Ai ndihmoi në veprimet e tij të kundrajligjshme nga punonjës të policisë së shtetit si i pandehuri Altin Morina dhe shtetas të tjerë ende të pa identifikuar, të cilët i jepnin informacione apo ndihmonin në shmangjen e kontrolleve të parcelave të mbjella me bimë narkotike. Por jo vetëm kaq, janë vënë në akuzë edhe ish drejtori i policisë së Lezhës, Henry Gert Mitri dhe Klodian Shahini, ish shefi i seksionit të luftës kundër narkotikëve. 29 vjeçari Nevzat Spaho, i përfshirë në ekzekutimin e biznesmenit Mondi Mëhalla, do të qëndrojë në qeli. Ai dyshohet se bashkë me 2 personat që janë shpallur në kërkim vran biznesmenin në makinën e tij. Gjykata e Elbasanit ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 29 vjeçari Nevzat Spaho, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në vrasjen e biznesmenit Mondi Mëhalla. Edhe pse lidhjet me Spahos dhe viktimës nuk janë zbardhur ende, policia ka gjetur të djegur pranë fshatit Morak në Librazh dhe automjetin e përdorur në krim. Gjykata e Elbasanit ka vendosur të njëjtën masë sigurie, arrest me burg edhe për Gjino Agon. Ai akuzohet si bashkëpunëtor në vrasjen e biznesmenit, si dhe rojje në karburantin që ishte në pronësi të Mëhallës.
Ndërkohë në kërkim janë shpallur Marcelo Arani, 32 vjeç banues në Elbasan, i cili ndodhi më parë në masën e arrest shtëpie për një tjetër vepër penale, si dhe Armando Kola, 35 vjeç banues në Laç, për veprat penale vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve dhe municionit dhe largimi të burgosurve nga vendi i qëndrimit. Të dy dyshohen si bashkëpunëtor në vrasjen e Mahallës. Nga veprimet hetimore rezultoi se automjeti përdorur nga autorët është në pronësi të shtetasit të Gino Ago, i cili ja ka dhënë për përdorje shtetasit Marcelo Arani. Biznesmeni Mondi Mahalla, i njohur edhe me emrin Edmond Hyka, u ekzekutua me 3 plumba në kokë duke humbur jetën në vend. Gjëra është dokumentuar nga kamerat e sigurisë, të cilat tregojnë një autor të vetëm që pas krimit është larguar me një automjet tip Audi në drejtim të Ribrazhdit. Kryetari i Bashkisë të Tiranës, Erion Velie, ju përgjigj prokurorisë së posaçme përmes mbrojtësve të tij se nuk është njohur me aktet dhe fashikujt hetimor të dosjes. Ndaj është në pamundësi për të kryer mbrojtjen. Procesi nuk mund të vijojë pa u garantuar më parë që i pandeuri dhe mbrojtja janë njohur në mënyrë reale dhe jo formale, me materialet mbi të cilat do të zhvillohet gjykimi, një standard i pandryshueshëm në çdo sistem të së drejtës, thekson Velia nëpërmjet avokatëve të tij. Të premten SPAK hodhi poshtë pretendimet e kryebashkiakut të Tiranës dhe mbrojtësve të tij, duke bërë të ditur se ja ka vendosur në dispozicion të gjitha materialet hetimore. Një ngjarje kriminale u parandalua në Durrës, ku policia arrestoi në flagrancë një 76 vjeçar që tentoi të vriste bashkëshorten e tij. Ngjarja ndodhi në lagje numër 17, ku shërbimet e komisariatit të policisë u nisën menjëherë sapo morën njoftimin. Sipas uniformave blu, konflikti nisi për motive të dobta brenda banesës, ku i moshuari goditi me një shkop druri bashkëshorten e tij 70 vjeçare, duke i shkaktuar dëmtime të rënda në kokë. E plagosura u transportua menjëherë në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku po merr edhe trajtimin mjekësor. Një aksident i rënd me pasojë vdekjen e një të riu ndodhi në Unazën e Madhe mbrëmjen e së premtes. 2 automjete dhe një motomjet u përplasën mes tyre. Si pasojë e aksidentit humbi jetën në vendin e ngjarjes drejtuesi i motomjetit Oltion Xhambeu, 38 vjeç. Shkaki i aksidentit dyshohet se u bë shpejtësia dhe manovrimi i gabuar i drejtuesit të njërës prej makinave. Lideri i opozitës Ali Berisha kundërshtoi komisioneren e zgjerimit, e cila i quajti zgjedhje të 11 majit të lira. Kryedemokrati e ndau deklaratën e Marta Kos nga linja zyrtare e Brukselit, duke thënë se qëndrimi i saj nuk përfaqëson atë të Bashkimit Evropian. Deklaratët e komisioneres për zgjerimin e BE Marta Kos, se zgjedhjet në Shqipëri ishin të lira dhe të ndershme, u komentuan sërish nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Duke cilësuar si pasionante, Berisha u shpreh se qasja e Kos nuk pasqyrohet njëjtë nga Bashkimi Evropian. Unë përshëndes si deklaratën e komisionit, ashtu dhe deklaratën e ambasadorit të Bashkimit Evropian këtu 2 ditë më parë, të cilët e lanë një deklarat apasionante atë të Marta Kos, të pa baza, sepse s'ka diskutim që institucionet ndërkombëtare, shtetarët, diplomatët dhe të gjithë janë të detyruar kur flasin për zgjedhje të marrin parasysh atë çka thonë institucionet e besimit të ngarkuara për vëzhgimin e tyre. Në konferencën për mediat, lidhur me takimet e Ervin Saliani dhe Ilir Ali Mehmetit, kryedemokrati sqaroi se do të dëgjohet çdo zë brenda forumeve të partisë, por takimet private nuk do të merren për bazë. Asnjë takim privat nuk më impresionon. Asnjë takim privat. Absolutisht. Ndërkohë, do ndigjohet çdo zë brenda forumeve. Ky besoj, kjo është detyra ime. I pyetur nëse është takuar me Ilir Ali Mehmetin, Berisha theksoi se kanë zhvilluar një takim, ku ka folur dhe për çështje të përgjithshme. Ilir Ali Mehmetin e kam pritur, ka kërkuar takim dhe e kam pritur. Antari kryesisë Saliani nuk ka kërkuar. Ali Mehmeti ju ka sjell ndonjë propozim, platform, për çfarë keni biseduar? Asnjë platform nuk ka sjell, kemi bërë një bisedë.
Kreu i PD thosë se do të jenë strukturat e partisë që do të caktojnë qëndrimin, që do të mbahet ndaj të ashtu quajturve tradhtar, që sollën në humbjen e zgjedhjeve të opozitës më 11 maj. Tregu i kriptomonedave në Shqipëri do të rregullohet me ligj. Ekspertët thonë se vendi ynë është shumë i vonuar në këtë drejtim, ndërkohë që në Kosovë mund të blesh apartamente apo makinë duke përdorur kripto. Më në fund, Shqipëria po përgatitet për një kuadër të plot ligjor për emetimin dhe tregtimin e kriptomonedave. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka hedhur për konsultim publik projektligjin që synon rregullimin e tregut dhe përcaktimin e mënyrës se si do të funksionojë përdorimi i tij. Qëllimi i projektligjit për tregjet e kriptoaseteve është vendosja e një kuadri gjithëpërfshirës ligjor për ushtrimin e veprimtarive të emetimit të kriptoaseteve dhe ofrimin e shërbimeve të lidhura me to, si dhe për afrimi i plot me AKUIS si Bashkimi Evropian në fushën e financave digjitale, duke përmbushur kështu detyrimet e Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Në praktik, individët dhe bizneset, kryesisht institucionet financiare që do të jenë të interesuara për të marrë licencën, do të mund të ofrojnë shërbime tregtimi kriptomonedha shqiptarëve. Këta të fundit do të kenë mundësi të tërheqin shumat e tyre në këto institucione kundrejt një komisioni të caktuar. Nëse unë kam një wallet që kam investuar ose kam hapur tani një llogari bankare ose një wallet, kam bler 10.000 euro Bitcoin dhe pas një viti dua që t'i deklaroj, ajo do të shikohet nëse këto janë bler apo janë transferuar. Pra, nuk mund thjesht të dal tani që kam 100.000 euro ose 1 milion euro në portofol, pasi ato janë të gjërmueshme dhe do të shikohet. Pra, do të bëhet njësoj si në Amerikë. Dhe në Amerikë zakonisht përdor një platformë amerikane dhe ato kontrollojnë në këtë formë që ti të llogaritën në para që hedh, pra walleti do të jetë i ri, kontrollojnë nëse ato para i hodha unë sot, edhe pas një viti mora X fitim dhe jo në formën që do mund transferohet. Kosova nga ana tjetër prej vitesh ka një kuadër ligjor për mënyrën se si funksionojnë kriptomonedat, të cilat përdorin gjithnjë më shumë si instrument pagesash në vendin fqinj, gjë që pritet të ndodhë edhe në Shqipëri. Po, në Kosovë mund blesh apartament me kripto, mund blesh makinë me kripto, si tash edhe pak më parë mund ta tregosh si asot, për mund atë kripton dhe deklarosh në bankë të lartë si kolateral apo diçka tjetër. Kështu që është diçka normale, si të jetë euro, si të jetë dollar, ashtu njëjtë edhe kripto apo vlerësimi. Projektligji synon gjithashtu që përmes monitorimit të parandaloj pastrimin e parave përmes kriptomonedhave, një fenomen që vitet e fundit ka prekur edhe Shqipërinë. Duke filluar nga viti i ardhshëm, nis reduktimi i paras fizike në qarkullim. Ulja e përdorimit të keshit, përveç se një kriter i rëndësishëm për antarësimin në Bashkimin Evropian, ka edhe më pak kosto. Por nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë pranon se shtimi i shërbimeve digjitale shoqërohet edhe me rreziqe. Tavani prej 500.000 lekësh për individët për transaksionet me para fizike për shoqatën e bankave është i lartë. Por Banka e Shqipërisë thotë se reduktimi i paras në qarkullim duhet të bëhet në mënyrë graduale për të dhënë kohë për përshtatje. Në gjykimin tonë është një vlerësim i cili bëhet duke marrë në konsiderat nivelin e qarkullimit të paras fizike, duke marrë në konsiderat kohën e shkurtër për cilën këto lloje masash duhet merren, duhet dhënë një kohë besoj e mjaftueshme të gjithë individëve që ta përqafojnë një zgjidhje të tillë dhe pavarësisht se mund të jetë deri diku një limit i konsiderueshëm krahasimisht me ato të biznesit, gjithsesi mbetet një limit i cili duhet respektuar dhe i përshtatet, po themi, stilit apo madhësisë së jetesës së individëve. Banka Qendrore shpjegon pse në Shqipëri po shkohet drejt veprimeve digjitale. Keshi rezulton që është shumë i kushtueshëm për ekonominë shqiptare dhe studimet të paktën të fundit në bashkëpunimin e Bankës së Shqipërisë me Bankën Botërore tregojnë që i kushton rreth 1.7% e GDP-s, pra produktit të brendshëm bruto, përdorimi, administrimi dhe qarkullimi i paras fizike. Shumë më i shtrenjtë se sa paraja elektronike, flasin për të gjithë aktorët ekonomik. Megjithatë, nisma për të paksuar para në qarkullim shoqërohen edhe me rreziqe të shtuara. Pjesa më e madhe e rreziqeve lidhet me kulturën e ulët financiare dhe me vulnerabilitetin që mund të ketë përdorimi i këtyre lloj instrumenteve. Flasim gjithmonë për instrumente elektronike, inovatore, ose që mund duken inovatore për ata që nuk i kanë përdorur më parë, dhe me këto vjen edhe sigurisht rreziku i mashtrimit, rreziku i tjetërsimit, rreziku i ndoshta i mungesës së likuiditetit apo faktorëve të tjerë që lidhen me një sjellje që është e ndryshme nga ajo që individët apo bizneset mund të bënin më parë.
Në paketën fiskale për vitin 2026, qeveria ka ulur më tej limitin e transaksioneve që bizneset mund të bëjnë me para fizike, nga 150.000 në 100.000 lekë. Si edhe për herë të parë ka vendosur kufizimin prej 500.000 lekësh për veprimet që individët mund të bëjnë me para në dorë. Paralelisht, qeveria detyron të gjitha bizneset që brenda vitit 2026 të kenë të instaluara pajisje për pagesa elektronike. Protesta e fermerëve grek pritet të paralizojë punën dhe në pikën kufitare të KKV-s. Policia kufitare shqiptare është informuar nga pala greke për një situatë të pazakontë në qarkullimin rrugor drejt territorit fshinj. Bllokimi është paralajmëruar të ndodhë në zonën e kryqëzimit të fshatit Kallpashi, duke filluar nga ora 19. Gjatë orëve të protestës, trafiku do të ndërpritet plotësisht, ndërsa vetëm mjetet me emergjenca shëndetësore do të lejohen të kalojnë. Policia kufitare KKV u bën udhëtarëve të tregojnë mirë kuptim dhe të shmangen kësaj pjese të itinerarit në orarin e bllokimit, duke planifikuar lëvizjet në momente të tjera të ditës. Kjo për të parandaluar vonesa dhe pengesa në qarkullim. Përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.